në foltorin e kuvendit ka tjetër pesh, apo jo Blen? Natyrisht që kur ndërton në racion jo bashkëpunues, qoftë edhe me partitë politike, rivalët politik, të cilët janë rival politike jo armisht kombëtar, nga të dy anët, duhesh me ba mend që kimu këthy mi hangër qërshia të armen. Asnjëra parti politike, sepse nuk është kështu që vetëm vetëvendosja se ka shumicën për ta bërë vetë, qoftë edhe kryekomendalit si shpërshihet. Po dhe ato të tjerat janë në pat pozicion. Do të thotë ato po lëvizën janë së paku më së shumti në numri 57 si të tilla. Prandaj kjo puna me këto zgjedhje, me këtë fatkeqësisht u tash ndodh. Kjo fatkeqësi, deklarata e zotit Najt Haxhani nga PDK-ja tregon që preferencat e partive opozitare, shqiptare në këtë rast, janë të përcaktuara jo për, po kundër dikujt. Kush ken ata emra të cilët kanë qenë pak ma kontradiktor tash. Interpretimet mund t'jenë që PDK-se, LDK-se, AK-s ju ka dhimbt e vërteta hidhur para se t'jenë t'knaqur me arrenat me mjalët. Ajo është tem tjetër. Po ndoj herë edhe duhet t'jesh, si thot, është më mirë ta ruash, si themi kështu, jo gjithherë është mirë ta kesh me të drejtë. Jo gjithherë është mirë ta thuash të vërtetën, jo të gënjesh natyrisht, por më shpesh edhe më mirë është të ruhet paqja, sesa ta kesh të vërtetë dhe të bësh konflikte dhe të bësh luftë. Sepse jo gjithçka bëhet me shpatë, politika nuk është betejë shpatash, fatkeqësisht ndonjëherë edhe është, por shifet që ky bashkëpunim i munguar, kjo hatërmbetje, ky idhnim, ky helm i mielur edhe me deklarata